Asnjë kërkesë apo rekomandim nuk është regjistruar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për nisjen e trajtimit hormonal, pasi Ministria e Shëndetësisë i hapi rrugën procedurës së trajtimit të personave transgjinor përmes miratimit të një udhëzuesi klinik. Shefi i shërbimit të endokrinologjisë në QSUT Agron Ylli konfirmoi mungesën e interesit deri më tani për këtë procedurë në një takim analizë të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë. Aktualisht nuk ka asnjë person që ka në bazë të referencës nga mjeku familjes për të marrë shërbimet e duhura për sa i përket trajtimit të mëtejshëm. Dhe shërbimi i endokrinologjisë sigurisht në konsultat e tij pranë shërbimit të konsultave në qendrën spitalore universitare është i hapur për të dhënë informimin. Zëvendës ministrja Eugena Tomini në diskutimin me ekspertët vendase ndërkombëtar theksoi se udhëzuesi klinik i referohet ekskluzivisht personave të rritur dhe nuk parashikon rimbursim apo financim të barnave hormonale nga shteti. Rekomandimi është për moshën adulte mbi 18 vjeç. Terapia që do të kostifikohet përsëri nga politikat shëndetësore do të gjykohet nëse do jetë një kosto individual në individit apo ajo nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Nënvizoi se dokumenti ka karakter orientues për profesionistët e shëndetësisë dhe synon garantimin e një kujdesi cilësor dhe të standardizuar. Që është një konsolidim i praktikës për të minimizuar informalitetin dhe për t'i dhënë një barazi të njëjtë të gjithë individëve që kërkojnë shërbim shëndetësor. Ndërsa zëvendës ministrja Denada Seferi e vuri theksin tek plotësimi i standardeve të detyrueshme në rrugën e procesit të integrimit. Në planin e veprimit për personat LGBTI ne kemi pasur një rrugtim të gjatë për implementimin e tij nga viti 2021, i cili do të pasojë më pas deri në vitin 2027. Përfaqësuesit e Këshillit të Evropës në Shqipëri theksuan se procesi mbështetet që prej vitit 2023 dhe bazohet në përputhje me standardet europiane. Drejtuesja e zyrës së këtij institucioni, Julia Ri, nënvizoi se aksesi në kujdesin shëndetësor të përshtatshëm është një e drejtë themelore dhe se shërbimet duhet të ofrohen pa diskriminim për të gjithë qytetarët.